njerëzën të punu entuziast, kime pas, është keme dalë. Që do ne bëjmë një bast. Ndoshta e bëjmë në fund të emisionit, për ta përfundojmë gjithë këtë intervistë. Listën e pam, disa prurje brenda AK-s, brenda kësaj liste, por edhe disa rikthime në listën e AK-s, siç ishte rasti i Agim Qekut. Zoti Tahiri, a është listë e fitores apo e kapërcimit të pragut zgjedhor? Shqo, është interesant, shumë bukur e shtrove, me të drejtë e shtrove bukur pyetjen, edhe kjo më jep mundësinë. Pyetja e bukur është ajo që ta jep mundësinë me u përgjigj për publikun. Pse është e bukur? Ai lider politik që mendon që një listë e mirë është veç një listë e re është gabim. Subjektet politike i kanë 3 elemente të mëdha. Fillimisht e kanë një kauzë. Ne kemi një kauzë, ne kemi një slogan. Krahët e Kosovë. Ne po mendojmë që krahët e Kosovës bukur fort janë lëndu. Mos me thonë janë thy krejt. S'po du me thonë me shku deri në atë masën, edhe nuk është e vërtetë. Bukur shumë Kosova është e lënduar. Bukur shumë ju kanë lëndu krahët, duke qenë ju kanë tha krahët. Ajo që ne kemi bo, është kur e kemi përpilu listën, kemi diskutu, domethënë cili është koncepti. Se kur listën nuk e fut veç me emra, krijon koncept. Çka ka kjo listë? Cili është koncepti? Kjo koncepti është fillimisht, domethënë këtu janë bardhësit kryesor të njerëzve, burrave dhe grave që e kanë themeluar aleancën. Të cilët kanë fuqi elektorale gjithë, të cilët e kanë marrë aleancën në kohët më të vështira, kur Ramush Haradinaj ka qenë në burg. Dhe kur ne kemi qenë goditën në gjitha rrafshet. Pjesa tjetër, e thatë bukur, rikthym, me ne nuk më kujtohet në herë që Agim Qeku ka garu, nuk më kujtohet ngara, më duket nuk ka qenë asnjëherë me ne garë, kjo është hera parë që është me ne. Mirë po është e vërtetë. Pra deputet. Me ne nuk ka qenë po është rikthy një emër. Agim Qeku është një emër shumë i respektuar. Është një emër i cili e maj men matit që i bë shumë na përpara, atëre ka qenë figura numër 1 me e pëlqyer. Ka në vete, në të bukur do kredenciale. Po përveç kryeministit Qekut, general Qekut, po ashtu më thonë është një game njerëzve që janë rikthye, shkojmë tash me emra, se thotë dikush pse s'ma përmend mu pse jo, edhe s'u pse fort me janë. Ajo që duhet të thonë është, domethënë ka një bukur një pjesë e njerëzve që janë rikthye, që kanë fuqi edhe politike, elektorale, edhe autoritet në vend vet. Ti mos më kon bukuri zoti me pas titull akademik, po jo domosdoshmërisht e ki fuqinë në vend vet. Pastaj është një numër i madh, kjo është më e rëndësishme, e grave dhe burrave të aleancës, e vajzave dhe djemve të aleancës, që në gjenerata e 2 dhe 3. Ata kanë qenë në gara për asamble, hynë për para në herë në garë, dhe janë të e buni e kanë shku në sistemin. Sot ma dërgoj një kandidat për i Ferizajt, për ja përmeni Albertoni, ma dërgoj një foto të angazhimit të ti. Më në ka bukur shumë angazhim.